Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi live në studion e emisionit Me zemër të hapur, në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje aktualiteti. Vetëm këto 2 ditë të fundit dhe orët e fundit, publiku shqiptar nëpërmjet të gjitha portaleve dhe rrjeteve sociale dhe sidomos postimeve të herpashershme që kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, ka bërë në rrjetet sociale, është folur për një 37 vjeçare e cila vuan nga kanceri ovarian në Australi. Ajo është 37 vjeçë, është hapur një GoFundMe që familja ka kërkuar ndihmën e gjithë shqiptarëve për ta ndihmuar Ariolën. Ajo prej 8 vitesh është larguar në Australi, po përtej sëmundjes së Ariolës ne do të ndjekim pas pak rrëfimin e nënës dhe kunatës së kësaj të fundit, sepse familja Habilaj, zonja Raimonda, vetë vuan edhe ajo nga kanceri, ndërkohë që është nëna e 3 fëmijëve, një prej cilëve është Ariola, 2 vajza dhe një djalë, djali vuan nga shëndeti mendor, dhe të gjitha këto do t'i njohim nëpërmjet rrëfimit të vetë nënës Ariolës, e cila kjo e fundit prej 2 javësh ndodhet në një spital në Australi, pranë ka vetëm një çift Arvanitas, të cilët jetojnë në Greqi dhe nuk e di pse gjenden në Australi, ndoshta dhe ata emigrantë si Ariola, 37 vjeçaria, i është dashur që gjithë kësaj kohe në këto 8 vite të bëj punë të shumta, prej 2 javësh lëngon në shtratin e spitalit dhe vetëm përpara një jave, ironia e fatit e bëri që atë që kishte luftuar prej 8 vitesh për pajisjen me dokumenta, vetëm përpara një jave, ajo të mësonte lajmin se vërtet këto dokumenta i ka marrë, por ajo nuk mund të udhtojë drejt Shqipërisë. Nëna prej 8 vitesh nuk i ka dëgjuar jo vetëm aromën, por tashmë edhe përballet me faktin që vajza ka një sëmundje të rëndë, nga e cila kërkohet një ndërhyrje e menjëhershme e shqiptarëve, por njëkohësisht edhe vajtja e nënës pranë së bijës për të udhëtuar me një vizë drejt Australisë. Të gjitha këto do t'i diskutojmë vetëm pas pak në studion e emisionit Me zemër të hapur. Fillimisht ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me avokatin dhe ndërmjetësin, zotin Ylli Kameri në studio. Një nën vlonjate po përjeton dhimbjen më të madhe që mund i bjerë një prindi mbi supe. Pas shumë fatkeqësive në jetë, sot ajo po lufton për gjën më të shtrenjtë që ka, jetën e vajzës së saj, Ariolës, e cila ndodhet në Australi dhe po përballet me një kancer ovarian në stad të avancuar, që ka rrezikuar seriozisht jetën e saj. Prej 7 vitesh nën e bi nuk janë përqafuar kurrë. Sot kur Ariola ka më shumë nevojë se kurrë për nënën pranë, sëmundja e ka goditur rënd dhe trajtimet janë tepër të kushtueshme. Ajo nuk mund të punojë, është larg familjes dhe çdo ditë është një betejë për mbijetesë. Nëna e saj po përpiqet të udhtojë drejt Australisë, që të mos e lër vetëm në këtë luftë mes jetës dhe vdekjes, por kostot e trajtimeve të jetesës dhe udhëtimet janë të papërballueshme për familjen. Sot nuk ka rëndësi sa japim, por fakti që bëhemi bashkë për të shpëtuar një jetë. Ndiqni rrëfimin e nënës. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për ta njohur më nga afër këtë familje dhe pse kjo familje ka kërkuar ndihmë vetëm përpara 2 ditësh dhe përgjatë gjithë këtyre orëve të fundit, teksa mediat flasin, portalet flasin, jemi dhe ne drejt për së drejti me familjen e Ariolës, përpara se të lidhem me Vlorën aty ku ndodhet kjo familje, me mua në studio avokati dhe ndërmjetësi, zoti Ylli Kameri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhët. Faleminderit që ndajmë bashkë ditën e sot me këtë studio, me një histori shumë rast i vështirë dhe kërkon vëmendjen e të gjithëve, ndërkohë që do njohim një familje që përtej gjitha problemeve që ka, kjo e Ariolës me sa duket i ka kryqëzuar ata. Lidhem me nënën e Ariolës, me zonjën Raimonda Habilaj. Përshëndetje zonja Raimonda. Përshëndetje. Në krahun tënd është edhe Smeralda Nikaj, kunata juaj. Faleminderit të dyjave që jeni me mua në këtë studio. Zonja Raimonda, përpara se të fillojmë një bisedë të gjatë bashkë për të folur për familjen tuaj, sepse sëmundja e Ariolës
tashmë ju ka vënë në një presion shumë të madh për te çdo problematike që ka kaluar ndër vite kjo familje. Unë do doja të thoja një shërim sa më të shpejt për Ariolën, një vajtje sa më të shpejt pranë saj nga ana juaj, sepse po prisni nga momenti në moment edhe vizën për t'ju bashkuar vajzës tuaj, e cila është nën kujdesin vetëm të një çifti Arvanitas grek, apo jo? Po, po. Zonja Raimonda, si e mësove sëmundjen e Ariolës? Ti vetë si nën? Përshëndetje njerët. Përshëndetje. Kontaktoja me vajzën, Po, si nën e vi, gjithmonë, çdo ditë në telefon. po. Dhe vajza më thosh që sa herë shikoja si të lotur, vinte nga puna dhe më thosh ndjej një si rënje tensioni. Fillimisht. Dhe i thash keshe mami, vizitoj, i thash pse e lë veten aq shumë. Po jo, mami thoshte duhet ta kem nga lodhja, nga puna. Po. Pastaj kaloi shumë kohë. Më merr në telefon, e marrë në telefon dhe e pyes Ariola si e keqe mami. Mami tha unë jam në shtëpi dhe kam një rëndesa në stomak. Dhe e pash që ishte ëmbur. Dhe tha nuk kam gjë, më tha mua do kem ndonjë diçka ftoje ose diçka tjetër. Dhe i thash keshe mami i vizitoj, i thash se edhe vetëm atje dhe nga bënë shumë era kështu. Vajti pastaj u vizitua, ajo si duket e dinte se çfarë kishte, se kishte bërë gjithë ekzaminimet njerë në spital, dhe pastaj pola ditën tjetër dhe më tha jam me veshka. Dhe unë i thash, ç'ne me veshka? Mendova dhe me të vërtetë se mos ishte me veshka, mi shqyr keqe mami, po bi pasi, thash unë mos e lë. Pastaj kaloi ditë, kjo bënte vazhdimisht vizita, dhe një natë ishte me dhimbje, shumë të forta, dhe merr një shoqe në telefon se nuk e nisi dot makinën. Dhe çon në spital dhe që prej asaj dite vajza ime nuk ka dalë mande, dhe ne nuk ka tregonte, e kemi marrë vesh shumë vonë nga vllai im që jeton në Greqi, dhe vetëm atij tregoj sepse i tha nuk dua të shqetësoj mami dhe babi. Sepse ata janë shumë të shqetësuar dhe preket me njerë, sepse ajo e mori vesh pas e diagnozët, dhe unë e ka marrë vesh e fundit. Sa kohë ka e gjithë kjo ngjarje, pra momenti kur Ariola, vajza juaj 37 vjeçër, është shtruar në spital? Po vete 2 javë që është shtruar në spital, dhe atje është në kujdesin e mjekëve. Dhe Ariola zgjodhi pikërisht të fliste me vllajën tuaj, me dajën e saj, se çfarë kishin thënë mjekët dhe se si është gjendja. Po, fliste dhe ajo është shumë optimiste vetë, dhe duke ditur që ne jemi të pafuqishëm, do me thënë jemi shumë të shqetësohemi me njerë, duke ditur që kemi 8 vjetë dhe nuk e shikoni me sy, nuk ta kishte parë dhe kishte asë ne shqetësohemi dhe ishte treguar vetëm vllajt. Dhe kishte thënë nuk do ta marrë vesh as mami as babi. Juve kush ja u tregoi zonja Raimonda? Nevi mua më erdhi vllai tjetër që kam këtu në Vlorë, e mori vllai Greqisë dhe erdhi na i tha gojarisht. Ja u tha gojarisht. Po. Konkretisht çfarë ju kanë thënë në lidhje me diagnozën dhe me gjendjen që është Ariola në këto momente? Çfarë thon mjekët në Australi? Tani, ne më shumë komunikojmë me këtë qitin grek që merr vesh që komunikon vllai. Dhe sipas çfarë i thot ajo vllai na i thot neve, se ne direkt nuk flasim dot me Olën, se Ola nuk flet dot. Është një gjendje shumë të rëndë. Dhe doktorat në fillim e diagnostikuan me këtë sëmundjen e keqe. Dhe thanë që ishte parapur në stomak në disa organe. Në kockë. Tani në fund fare morën vesh ka dhe në disa pika të kockës. Mirë po ajo nuk, si ta them, trupi saj nuk e suporton dot, sepse janë si duket i filluan mjekimi dhe ishin shumë të forta dhe nuk e përballonte dot organizmi saj. Dhe tani kanë filluar me këto rrezet, me goditjet në pika aty ku e ka më të që ta ndalojnë. Pra, në çfarë grada apo në çfarë stadi është kjo sëmundje? Në stadin e 4. Është zbuluar me vonesë, me sa duket Ariola e ka pasur, por nuk i ka dhënë rëndësi apo është zhvilluar menjëherë. Më trego pak.
Ajo, në të them të drejtën, e vërteta është sepse vajza ime nuk ka marrë dokumentat. Vajza ime ka marrë vetëm thjesht do me thënë për të marrë letrat, ka fituar gjyqin dhe vendimtare nuk e ka marrë. Dhe ajo gjithmonë, ajo është vajzë e shkolluar, vajzë e formuar dhe i kupton të gjitha këto. Dhe për nga që nuk ishte mundësi ekonomike, nuk ishte vajtur. Unë e thash, në fakt me ato pak dieni edhe pak fakte që ne kishim si redaksi e emisionin, kjo smundje që e përforcuat edhe ju, i është shfaqur dhe shtrimi në spital, ka ndodhur vetëm për para 2 javësh. E quajta ironi fati sepse vajza juaj dhe ju bashkë me të si familje, keni luftuar këto 8 vite që ajo të pajise me dokumenta. Dhe lajmi që Ariola u pajis me dokumenta është vetëm për para 1 jave. Apo jo? Po, jo dokumenta vendimtare, nuk e ka marrë vendimin për vendimtar, vetëm ka fituar gjyqin. Vetëm ka fituar gjyqin. Dhe, dhe me atë gjyqin që ka fituar, sipas këtyre që janë atje në Australi, që janë shoqëria që e din, ta zëre sa se nuk ka marrë asnjë gjë, se nuk është bërë shtetas australiane, më kupton? E qartë, e qartë. Duhet merrte kartën dhe pa marrë atë vendimtarin, që jepet për të marrë letrat, nuk e ka marrë dot, nuk ka arriti dot se ushtruan në spital. E kuptoj. Mirë, zonja Raimonda, le të ndalojmë pak tek kjo gjendje e Ariolës, mjekët thanë ju, i dhanë medikamente të cilat ajo nuk po i përballonte dot, i ka prekur kockat edhe stomakun në mos gaboj? I ka prekur disa organe. Disa organe. Stomakun, po? Edhe vetoret, tani në fund. Dhe ndërkohë janë ndërprer medikamentet dhe bëhet bombardimi me rreze në vendet ku është shfaqur akoma dhe më shumë. Atëherë, të gjitha këto kanë një kosto maramëndse, besoj. Po. Të cilat kanë një shifër, zonja Raimonda? Nuk dim asnjë shifër derisa të vete unë kam aplikuar për vizë. Po. Dhe po pres, do me thënë me sa më shpejt, po në ndihmojnë shumë edhe andej. Dhe tani, asë gjë nuk dim për shifër, asë gjë nuk dim se si vetëm kur të vete vetë. Edhe ju në fakt shpresën për të marrë vizën australiane keni shumë të madhe, pasi nipi juaj, duke qenë se jeton në Austri, ka aplikuar dhe ai vetë, por ka aplikuar në emrin tënd edhe në shtetin italian. Dhe shoqata e emigrantëve në Australi ju ka kthyer një përgjigje që është çështje orësh apo ditësh, që ti të pajisesh me këtë vizë për të vajtur në Australi. Po, shpresojmë. E shpresojmë dhe urojmë edhe ne nga studio emisionit Me Zemër të Hapur nga ky emision. Atëherë, 8 vite që Ariola është larguar për në Australi. Le të rikthehemi 8 vite më parë, zonja Raimonda, ju jeni prindër i 3 fëmijëve, 2 vajza dhe 1 djali. Ky i fundit vua nga shëndeti mendor, ndërkohë që janë edhe 2 vajzat. Pse zgjodhi Ariola të shkonte në Australi? Edhe njerë të pyetjen e fundit se nuk... Po, nuk e dëgjuat. Pse zgjodhi Ariola të shkonte në Australi? Pse kaq larg? Pse kjo zgjedhje? Ja, vajza mbaroi masterin, ishte në shkollë në Tiranë. Mbaroi masterin, doli ekselente, ishte shumë e përgatitur. Dhe atje një pedagoge i tha, je shumë e përgatitur dhe duhet që të aplikosh në disa shtete për të ikur për më mirë. Çfarë degë ka studiuar Ariola? Psikologji. Si? Psikologji, po. Dhe atje i doli, ajo aplikoi dhe në disa shtete, dhe në Europë, jo vetëm, po atje i doli dhe atje shkoj. Atje shkoj. Studioi Ariola atje? Atje fillimisht i dhanë leje qëndrimi dhe nuk, do me thënë me diplomën që kishte, nuk arriti dot. Nuk arriti dot të bënte të gjitha pas universitare, të gjitha ato aplikime që kishte bërë në Australi, apo jo? Mastera, po? Normale punonte, nuk e përballonte dot, jetesën që në fillim, edhe filloi. I mban mend momentet e para që ajo kishte aplikuar për master dhe ishte Australia, vendi i cili e përzgjodhi Ariolën. E mban mend këto moment?
Çfarë shpresash kishte Ariola për master në Australi, kush e priti atje? Kishte ëndra shumë të mëdhaja për veten e saj. Po. Ajo donte akoma të studionte, po ishin shumë të shtrenjta dhe me leje qëndrimi që ishte ajo. Për sa kohë e mori këtë lejen e qëndrimit dhe ka skaduar besoj kjo leje qëndrimi? Po. Për sa kohë e mori, e fitoi fillimisht? Me vizë, Po. dhe ashtu në rregullat, kërkoni domethënë, e ndihmoi një se shqiptare që ishte atje. Po. Edhe vazhdoi pasaj të punoj, 5 vjet ishte leja e qëndrimit. Pra, në Australi, shkollimi për master psikologji ishte shumë i shtrenjtë dhe ajo nuk e përballonte dot. Po. Çfarë punë ka bërë në Australi? E ndërpreu ëndrrën për masterin, besoj. Po, e ndërpreu, ajo fut fillimisht bëri një kurs Po, për vetë saj, për parukjere, po. dhe punonte e punësuar në një sallon bukurie. Pra, nga një psikologe, ajo arriti të bënte edhe kursin për parukjere dhe të ushtronte pikërisht këtë profesion. A ishte e kënaqur Ariola pikërisht nga profesioni dhe puna që arriti të mbjetonte në Australi? Ajo ishte shumë e kënaqur, sepse ajo e fitoi shumë shpejt zanatin dhe të gjithë domethënë aty e donin, edhe ishte ndjej shumë mirë. Ndjej shumë mirë. Atëherë, do doja të dija, me kë jetonte Ariola në Australi? Me kë jeton? Vetëm. E përballonte dot edhe qëran edhe jetesën? Po mundoj me vështirësi, vente domethënë 2 herë në punë, edhe paradite, vinte në drek edhe mbasdite. A mund të më thuash, zonja Raimonda, duke qenë se punonte kaq shumë, arrinte ajo të krijonte të ardhura që ndoshta masterin për psikologji ta mbaronte në Australi? Po. Po grumbullonte të ardhura, apo jo? Po. Ndërkohë që ishte pa dokumenta dhe po aplikonte për pajisjen me dokumenta. Po. Sa herë në ditë flisnit juve? Unë po thuaj se flisja për ditë. Po thuaj se për ditë. Ishte rast edhe 2 herë në ditë. Nëse nuk flisim me kamerë, do shkruanim. Po për të folur për ditë. Zonja Raimonda, do doja të dija kush ishte pengu apo meraku më i madh që Ariola kishte lënë në Vlorë? Pengu më i madh ishte se unë kam kaluar edhe unë një sëmundje në kancer. Po. Edhe ajo ka qenë këtu kur unë jam operuar, s'kishte ikur akoma, ishte aplikuar priste për të ikur. Dhe unë sa mbarova domethënë që operova, pastaj vazhdoja kimio, pastaj doli viza. Dhe unë jam lumturuar atëherë sepse dëshironte vajza dhe ne normale. Po të ishte lumtur ajo edhe neve, pavarësisht se nuk ishim dakord se ishte shumë larg. Dhe kjo ishte pengu që kishte ajo me neve. Pra, pengu i Ariolës ishte pikërisht shëndeti juaj, ndërkohë që tashmë kthehet si një bumerang, meraku më i madh i juaj është shëndeti i saj, të shkosh dhe ta takosh dhe të qëndrosh pranë në këto momente të vështira në të cilat ndodhet Ariola, apo jo? Po, sigurisht. Megjithatë është hapur një GoFundMe në emër të Endri Nikaj, të djalit të zonjës Esmeralda, të kushëririt të Ariolës. Ju kërkoni të ardhura që ajo të përballojë çdo ekzaminim të mundshëm në spital në Australi, ndërkohë që regjia shfaqet në këto momente për çdo shqiptar, sado pak mund të kontribuojë në këtë GoFundMe dhe shëndeti i Ariolës të përmirësohet dhe ajo t'i përballojë të gjitha ekzaminimet në këtë spital në Australi. Mirë, do shkëputemi zonja Raimonda jo me lidhjen e drejt për drejt me ju dhe me kunatën tuaj, por me teleshikuesin një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri së bashku për të mësuar të tjera detaje në lidhje me familjen tuaj në qytetin e Vlorës, shëndetin tuaj mbi të gjitha, por edhe detaje të tjera
të gjendjes shëndetësore të Ariola Habilaj, 37 vjeçaria i cila prej 8 vitesh ka shkuar për të mbaruar masterin për psikologji në Australi. Ajo kishte aplikuar edhe në disa vende në Europë, fati donte që të pranohen nga një universitet në Australi, aty nuk e përballoi dot pagesën për të bërë një psikologe e kompletuar dhe më pas bëri kursin si parukere dhe filloi punë duke luftuar jo vetëm për të grumbulluar të ardhurat në mbështetje të familjes së saj dhe të smundjes që nëna po kalonte shumë të vështirë, ndërkohë që edhe vetë ajo nuk e dinte që do përballej me një smundje po aq të rëndë sa edhe nënës së saj. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit. Ditën e sotme po flasim për një 37 vjeçare, për Ariola Habilaj nga qyteti i Vlorës, prej 8 vitesh kishte emigruar në fakt në Australi. Aplikimi në një master për psikologji do ta bënte atë studente ekselente që kishte mbaruar psikologjinë në Shqipëri dhe që ja sugjeruan pikërisht pedagogët e saj për të aplikuar në disa universitete, disa në Europë dhe një në Australi, ku përzjodh nga Universiteti Australian, nuk arriti dot për shkak të shumave të mëdha që kërkonte ky universitet, që ajo të vazhdonte ëndrrën e saj për psikologji dhe menjëherë bëri një kurs parukerie dhe filloi punë në ndihmë të familjes. Ka lënë një nën të sëmurë dhe kjo e fundit me kancer, ndërkohë që zonjën Raimonda e kishim në pjesën e parë të emisionit drejt për së drejti dhe tregoi për smundjen e saj kur u zbulua smundja e nënës Ariolës. Kjo e fundit kishte aplikuar dhe i doli menjëherë viza për të shkuar në Australi dhe vetëm përpara 2 javësh u përball me një fakt që ajo vuan nga kanceri ovarian dhe është hapur prej 2 ditësh një GoFundMe në emër të Endri Nikajt, kushëririt të Ariolës, ndërkohë është edhe nëna e Endri Nikaj, zonja Esmeralda Nika, kunata e zonjës Raimonda që do flasi vetëm pas pak me ne në këtë lidhje të drejt për drejt. Do doja të lidhesha përsëri me zonjën Raimonda. Zonja Raimonda, Po. atëre do doja të dija, ju flisni vetëm me një çift Arvanitas. Flet vllai se Flet vllai, se ata flasin greqisht në fakt. Po. Kanë ardhur nga Greqia, Arvanitasit dihet, por si është lidhja e Ariolës me këtë çiftin Arvanitas? I ka shumë të afërt, i ka miq, i ka miqësi, i ka miq. Prej kohësh i kishte? Po. Kush tjetër përveç çiftit Arvanitas si qëndron pranë Ariolës? A ka pasur ajo mundësi në këto 8 vite të integrohet në komunitetin shqiptar në Sydney? Po, janë edhe një 2 shok, edhe ata interesojnë shumë. Është një nga Fieri dhe një nga Vlora, Po, që njiheshin që këtu. po. Por janë larg, njëri është në Melbourne, Po, tjetri është shumë larg, është 4 orë e gjysmë nga Sydney. e qartë. Ndërkohë, ky çift Arvanitas që flet greqisht dhe që lidhet me vllajën tuaj, çfarë thonë në mjekët në Sydney, në këtë spital në Australi? Ata thonë do bëjmë të pamundurën dhe shpresojmë sepse mjekët këtu na kanë dhënë vetëm kjo shpresa e fundit, janë mjekët shumë të mirë. Pra, ka shpresë për Ariolën, apo jo? Tani shpresa vdes e fundit, normale, edhe unë kam shpresë, jo më doktorat. Pra, rrezet do të bëjnë një mrekulli tek Ariola. Kjo është për ta luftuar smundjen që Ariola ka vetëm nëpërmjet rrezeve, apo duhet i nështrohet edhe ekzaminimeve të tjera ndoshta? Këtë nuk e dim, sepse ata doni t'i filloni kimja, doktorat, me sa kemi folur, që ka folur vllai me ata, po nuk e përballoj dot trupin, dhe filloj me rreze fillimisht. Po, e the edhe në pjesën e parë. Vetëm në këto 2-3 organe, në 3 organet. Pastaj më vonë morëm vesh në kocka, nga që ajo nuk ha, Po, nuk ha asnjë gjë ushqim, sepse NCR, më fal për shprehje. Dhe i filluan me rrezet që të godasin pikët më të forta të kockave ku e ka Ariola. Pastaj më vonë është karvani gjatë. Tani, pse ishte e domosdoshme që nipi juaj të hapte një GoFundMe? Çfarë nuk përballon dot familja juaj?
Asnjë gjë. Asnjë gjë. Asnjë gjë. Pra, qëndrimin në spital, jo. As edhe një gjë. Ajo dhe kursimet e saj që kishte duke paguar avokatin për letrat. Po. Nuk ka më, sepse ajo atë thoshte mami, dhe kur i thosha ndonjëherë mos u lodh shumë të keqe mami, shiko shëndetin, pa e ditur fare çfarë kishte. Ajo thoshte unë do të punoj mami, sa se një ditë të ri pa punë këtu nuk paguaj dot as qiran as gjë. Dhe ajo vajti gati 2 muaj pa punë. Vërtet ka 2 javë në spital. Po ajo rrinte në shtëpi dhe ne nuk më tregonte, dhe kështu që të ardhurat të tjera nuk ishte, dhe normale që ajo gjithë kursimet i harxoi. E kuptoj. Mirë, do doja në fakt të flisnim pak edhe për mënyrën se si Ariola në gjithë këto 8 vite ju ka ndihmuar ju si familje. Zonja Raimonda, ju jeni nënë e 3 fëmijëve, 2 vajzave edhe një djali. Mua më vjen keq se mësova detaje nga kunata juaj që djali vuan nga shëndeti mendor, por përpara se dalim tek gjithë këto vështirësi të familjes tuaj, mund të pyesim si është shëndeti juaj në këto momente që flasim? Shumë keq jam. Jam psikologjike njerë, jam zero. Për te i gjendjes psikologjike, emocionale, që kuptohet një nën që nuk i ka ndjerë erën, që nuk e ka parë prej 8 vitesh. 8 vjet. E qartë. Por gjenda juaj shëndetësore, sepse përpara 8 vitesh edhe ju keni kaluar një sëmundje po kaq të rëndë. Çfarë thon mjekët në lidhje me shëndetin tënd? Ne kalova rreziku, kam qenë mirë me ca probleme të vogla. Por kjo e Ariolës më rrezoi fare. Dhe falë Zotit që ti e ke kaluar zonën e rrezikut. Sepse është dhimbje dyfisht, nuk është vetëm se ajo është e sëmurë. Nuk është vetëm ana financiare, po është dhe largësia që ajo nuk ka asnjë njerëz atje, që t'i ndodhet një i afërt nga neve të familjes. E qartë. Megjithatë, falë Zotit që ti ke dalë nga zona e rrezikut, unë e di që emocionet bëjnë të veta, atje në një vështirësi, nuk e di çështje ditësh, orësh për të marrë vizën, shpreson, shpresat janë të mëdha, dhe ti shkosh dhe ti gjendesh pranë, ashtu si edhe Ariola të ka qëndruar ty dhe largësia e një nëne, sepse ti e ka kaluar në trupin tënd këtë sëmundje të vështirë, duhet ti gjendesh jo vetëm si nën, por edhe si një suport, prandaj duhet bësh efort që ajo të mos shikoj të rrëzuar emocionalisht, psikologjikisht ty, ti je efort që ti jetë edhe Ariola shumë efort. Sepse Ariola është edhe psikologe tek e fundit, ajo kupton gjithçka dhe di gjithçka. Unë nuk e di se si mund të sillet një psikolog kur kalon momente të vështira, kur kupton gjithçka, ajo duhet të jetë suporti të tjerëve, por që askush nuk mund të jetë suport sot për të. Ajo akoma thot që unë po kaloj një grip as një gjë tjetër. Nuk pranon domethënë asnjë gjë dhe ka më shumë na jep ajo kurajo se sa i japim ne asaj. E kuptoj. Me kurajo të madhe. Zonja Raimonda, nga familja Habilaj ne kemi komunikim në fakt vetëm me ty, unë do doja pjesa tjetër e familjes, bashkëshorti juaj, vajza dhe djali, si po e përjetojnë gjithë të situatë? Shumë keq. Unë kam vajzën tjetër që kam të martuar, dhe nga një anë kisha dhe hallin e vajzës sepse më ka lindur tani, 2-3 ditë ka që ka lindur, dhe ne nuk i tregonin dot asaj sa të linte. Po. Dhe që të them? Mirë, në gjithë të vështirësi e pas keni një lajm të bukur. Çfarë lindi vajza? Djalë. T'ju rroi dhe me jetë të gjatë dhe me këmbë të mbar për të gjithë. Është fëmia i parë? Jo, nuk e kam parë. Jo, është fëmia i parë i vajzës? Është lindja e parës i dyti? I dyti, po, kishte një vajzë. Kishte një vajzë dhe erdhi në jetë një djalë. Po mirë, mes gjithë këtyre lajmeve shumë të vështira, pas ka mbritur një lajm i bukur tek ju, apo jo? Po, gëzuam jashtë mase, gëzuam. Jashtë mase. Dhe unë shpresoj që djali dhe nipi juaj të jetë me këmbë të mbar për gjithë familjen tuaj. Faleminderit, atë urojmë dhe neve. Faleminderit. Pra vajza nuk e ka mësuar ende se çfarë po ndodh me të motrën. Vetëm e di që ka lindur, vetëm kaj, sepse vajza u trodit shumë me shikonte kjo e vogla që është e martuar, para se të lindet, qa keni, pse s'flisni, pse s'merrni shpesh, dhe kish filluar të dyshonte, dhe vete i shkruan të motrës.
Se s'ma hap telefonin, i thoshte pse nuk më kthen përgjigje, pastaj vajza më merr mua. Ajo që është më keq, më e sëmura. Do të thënë kishte kurajë dhe më merr mua, më thot mami, po më merr keti. Çfarë ti them? Nuk do t'i thuash asnjë gjë të keqe mami, se nuk di, thash, unë sa të lidin në rregull, më tha mua, dhe ju mos i thoni, tha. Ajo dhe se ishte e sëmur shumë për veten e saj, dhe është akoma që po lufton me vdekjen, ajo interesoi për motrën, interesoi për vllajin, interesoi për neve. Ka merakun ton si jemi ne. Nuk mendon për shëndetin e saj. Do vetëm e vetëm ne të jemi mirë. Të ka menduar gjithmonë. Po vajza që është bërë nën me fëmijën e dytë, ka mësuar diçka për Ariolën? E ka mësuar, po ajo me si lindi, se ajo lindi me operacion, të pari nuk e kishte me operacion, e kishte normal. Dhe ne të gjitha nuk e kemi thënë tamam. Vetëm kemi thënë në organe kaq. Po. Një organ jo në kocka edhe në organe të tjera. Qartë. Nuk mund t'ja themi tani që është leone. Është e vërtet. Mirë, edhe ai një moment shumë i vështirë i saj, jo vetëm që sapo ka sjellë në jetë fëmijën e dytë djalin, por është edhe lahon, thoni ju, dhe depresioni postpartum, varet se si çdo nënë e përjeton ndryshe nga tjetra. Do doja ndaloja pak tek djali. Duke qenë se ai vua nga shëndeti mendor, nuk e di si është gjendja e tij, arrin të kuptoj çfarë po ndodh në familjen tuaj. Nuk mund të flas për djalin. Nuk flet dot. Zonja Raimonda, po. Tani. Nuk mund të... Arrin ai të kuptojë çfarë po ndodh realisht, apo i keni lënë të qetë për të mos komunikuar në syrin e tij? Po, e kupton. Jo. I është rënduar gjendja e tij shëndetësore? E vuan shumë. E qartë. Zonja Raimonda, besoj se të gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti bëjnë një pyetje. Një nën heroinë, e jashtëzakonshme, me gjithë të vështirësi, ku e gjen forcën të pyesim për ta përballuar gjithë këto momente të vështirë? Te Zoti. Vetëm Zoti bën mrekulli, se neve jemi të pafuqishëm. Vetëm ai. Siç ka bërë mrekulli dhe me mua. Me shumë të tjerë që i ka shëruar. Vetëm te Zoti për çdo gjë. Sa shpesh flisni me Ariolën? Tani që ka qenë në spital, nuk kemi folur, do me thënë, javën e parë pothuajse s'flisja fare. Kur i filluan këto terapi... Po, me rreze? Më ka kërkuar vetë, sepse ai çifti atje dhe këta dy shokët që janë shqiptarë, që komunikojnë me mua shqip, i thash nëse është mirë vetëm ta shikoj një çik. Nëse nuk do Ariola, nuk dua ta rëndoj, thash. Dhe unë e pash një gjendje shumë të keqe në atë kohë, po nuk qava, e mbajta vete. Dhe pastaj pas 3-4 ditësh përsëri, pa folur. Kam folur vetëm dje, më ka kërkuar vetë. Dhe më tha, mami, kur do vish? Po, tani që kam filluar me këto rrezet, kishte, do me thënë, dhimbjet forta, ishin qetësuar çik më ndryshe, nga dhimbjet. E vështirë, shumë e vështirë ajo që po përjetoni zonja Raimonda, me besimin në Zot, thoni ju, ja që këto sakrifica dhe forcën e jashtëzakonshme, unë besoj se vetëm gratë dhe nënat shqiptare mund t'i kenë. Gjithsesi ti sa shpresa ke për marrjen e vizës, duke qenë se kemi folur me kunatën tuaj dhe ajo thotë që është çështje orësh edhe ditësh që ti mund të udhtosh sa më shpejt në Australi, dhe është një udhtim i gjatë në fakt. Po. Kemi marrë një përgjigje që kemi folur me që është në ambasadën në shqiptare. Po. Dhe ai na ka dhënë shpresë që me orësh. Edhe gjithmonë më shkruan bides. Po më shumë komunikon me Nipin, me Endrin. Po. Pra është çështje orësh. Ti zonja Raimonda nuk do udhtoshe vetme. Më duket se do vi dhe Endri, Nipi me juve. Deri atje do vi dhe ai, do rritet sa kohë. Po, do udhtoni së bashku dhe sa mirë që japim edhe këtë mesazh, sepse kohët e fundit kemi dëgjuar lloj historisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por ja që familja shqiptare nuk është
shpërbër, si që thuhet, kohët e fundit, por ja që jeni të gjithë bashkë për të mirën e vajzës tuaj, e Ariolës, një mesazh shumë i mirë, i një djali si që Endri, i cili ka hapur edhe këtë GoFundMe, që regjia e ka dhënë vazhdimisht ditën e sotme për t'ju drejtuar të gjithë shqiptarëve, të dhuroj sa do pak në lidhje me vajzën tuaj, me Ariolën, që ajo të përballoj çdo ditë qëndrimin në spital, çdo rreze, çdo ndërhyrje që ka nevojë të bëj. Unë shpresoj që ju të udhtoni dhe të gjendeni sa më pranë Ariolës, së bashku edhe me Endrin. Po zonja Raimonda, ju dëgjoj. Më kanë qëndruar shumë afër vëllezërit punatat mi për të gjithë, moralisht, me aq mundësi sa kam, financiarisht. Dhe për këtë, do me thënë, kam pas mëshetje të madhe shumë. Më vjen mirë, faktikisht familja juaj, jo vetëm që ju ka qëndruar pranë, por me njëherë lajmi në lidhje me Ariolën, me këtë GoFund, është bërë këto 2 ditë shumë viral në të gjitha mediat, në të gjitha portalet, në të gjitha rrjetet sociale, sidomos krye redaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Pra, është shpërndar në mënyrë të menjëhershme i gjithë lajmi, dhe ky lajm na bëri si rast aktualiteti të jemi së bashku ditën e sotme. Nuk e di nëse zonja Raimonda a kam Esmeraldën, kunatën tuaj, maman e Endrit, të komunikoj pak dhe me të? Është e mundur apo të kaloj tek avokati? Avokat, mirë, derisa të bëhet e mundur edhe kjo lidhja nga Raimonda Abilaj, nëna e Ariolës, tek Esmeralda Nikaj, tek nëna e Endrit dhe tek e afërmja dhe familjarja në fakt e Ariolës. Avokat, rast shumë i rëndë. Po, është rast shumë i rëndë për familjen dhe në këtë ngjarje jemi pranë nënës edhe familjes Ariolës. E mbështesim nënën në gjithë dëshirat e saj si nën, por edhe nevojat që ajo ka për të gjendur sa më afër vajzës së saj në to kushte të vështira. Është e drejta çdo nënë që të qëndrojë pranë vajzës së saj në kushte të vështira, sidomos kur luftohet me shëndetin edhe me smundje të cilat kanë një emër jashtëzakonisht të papëlqyer për ne të gjithë tjerët. Është shumë e rëndësishme që gjithë njerëzit të cilët komunikojnë me nënën, që komunikojnë me Ariolën, që komunikojnë me familjen e tyre, të përpiqen që t'i këshillojnë që ta organizojnë dhimbjen e tyre, ta përshtasin në përputhje me kushtet ku ndodhen edhe të bëjnë çfarë është e mundur që nëna Ariolës edhe kushëriri i saj të pajisen me vizë pranë ambasadës. Shiko, Endri Nikaj jeton në Austri dhe ai ka aplikuar dhe në Austri nuk është problem që Endri të marri vizën. Çështja është që duhet aplikoj zonja Raimonda dhe ka aplikuar në Itali. Endri e ka ndihmuar, nipi i saj, dhe pritet nga momenti në moment që Raimonda të pajiset me një vizë. Tashti është pak e vështirë që t'japim konsulencë, sepse sipas ligjit australian të drejtën për të dhënë konsulencën e vizave kanë vetëm zyrat e licencuara pranë këtij shteti për të dhënë një konsulencë të përshtatshme për vizat që ndodhen, por gjithsesi dy janë llojet e vizave që do aplikojë Raimonda. E para mund të jetë një vizë turistike për kushte urgjente familjare me një marsh prioriteti pranë ambasadës, edhe besoj që kjo do të pranohet më shpejt, kurse e dyta është një vizë mbështetëse për arsye humanitare, për të qëndruar pranë vajzës, por kjo kërkon më shumë kohë për verifikimin e dokumentacionit edhe zgjat më tepër. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që familja të paraqesë të gjitha garancitë e nevojshme që nuk do bëhet barë për shtetin australian, pasi në këtë rast mohimi i vizës do ishte pothuajse i sigurt, pra duhet paraqesë një garanci bankare, një garanci për të qëndruar pranë vajzës së saj, pranë Ariolës, edhe një garanci për të krijuar një farë mbështetje dhe integrimi, domethënë, në shtetin ku po përpiqet domethënë që të shkojë dhe të qëndrojë domethënë afër vajzës. Kjo ndofta është mënyra më e mirë për të qenë domethënë pranë vajzës. Një arsye tjetër
për të aplikuar për vizë dhe për të qëndruar pranë vajzës, ndoshta mund të shoqërohet edhe me dokumentacionin e spitalit, për vetë faktin se Ariola në Australi nuk qenë ka rezidente me dokumentacion të plot edhe përfundimtar. Kjo do ta bëjë, domethënë, jo më të vështirë vizën, por do ta bëjë më të dyshim dhënien e saj, prandaj duhet të ofrohen të gjitha garancitë nga familja që në momentin kur do përfundojë, domethënë, situata, në çfarë do lloj forme që do përfundojnë dhe uroj që të përfundojnë për mirë, ato domethënë do t'japin garancitë e nevojshme që duhet kthehen përsëri në vendin e origjinës nga janë nisur. Tashti gjithë dokumentacioni do varet nga kartela e spitalit, nga përgjigja e mjekut dhe një rekomandim i mjekut, në cilin të thuhet që Ariola e ka të domosdoshme prezencën e një personi familjar, qoftë për të frenuar zhvillimin e smundjes ose qoftë për të ndihmuar shërimin e saj, do t'ishte jashtëzakonisht i dobishëm në mosvendimtar në dhënien e lejes për të udhëtuar domethënë drejt Australisë nga ambasada përkatëse. Tashti çfarë duhet bëhet, domethënë, një diçka tjetër që është me shumë rëndësi është që ky GoFundMe duhet shoqërohet me një llogari bankare e cila duhet të ketë një transparencë publike, pasi nuk mund të përdoret për qëllime të tjera. Edhe të gjithë donatorët duhet të ketë sigurinë që këtë ndihmë që japin e dërgojnë domethënë në destinacionin e duhur. Llogaria duhet të jetë transparente dhe do të dëshiroja domethënë do të rekomandoja është në fakt transparente se po monitorohet në regji nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, shuma e kërkuar nga familja, shuma e mbledhur deri tani dhe personat të cilët kanë kontribuar. Po, kanë kontribuar dhe personat të cilët kanë të drejtë ta tërheqin edhe ta administrojnë domethënë këtë shumë. Kjo llogari domethënë nëse bëhet domethënë në këtë transparencë saj, nëse bëhet e qartë, besoj që do ketë domethënë patjetër persona të cilët do duan që të kontribuojnë në jetën e një vajze të re e cila ndodhet me një smundje krejt të rrallë, qoftë edhe për mentalitetin tonë, qoftë edhe për gjendjen domethënë ku ajo ndodhet. Fakti që ka shkuar në Australi për tu shkolluar dhe për tu integruar domethënë. Mirë, këtu dua të ndaloj pak fakti që shkon një studente ekselente për tu shkolluar në fakt në Australi, kishte aplikuar edhe në universitete sipas në zonjës Raimonda, edhe në Europë, fati e dërgoi atje larg dhe e la ëndrrën për gjysmë, se nuk e përballonte dot edhe koston e masterit për psikologji. Këtë studente ekselente duke rekomanduar vetë pedagogët e saj dhe ajo nuk e dinte që pas 8 vite fati do ta përplaste në një moment kaq të vështirë ku duhet ndihma e të gjithë shqiptarëve dhe her pas here falenderoj regjin që shfaq padyshim edhe GoFundMe në ndihmë të kësaj 37 vjeçare të Ariola Habilajt, e cila kërkon vëmendjen e të gjithë neve që të përballoj edhe sëmundjen e rëndë, sepse ndodhet e vetme në Australi pa asnjë lloj siguracioni për të përballuar edhe spitalin në Sydney. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, përpara se fjala të kaloj për një koment më të detajuar edhe tek avokati dhe tek ndërmjetësi zoti Ylli Kameri, lidhem drejt për së drejti me zonjën Raimonda. Zonja Raimonda? Po. Nuk e di si është gjendja juaj pasi jam informuar që gjatë 2 pjesëve të emisionit ke qenë disa herë në gjendje jo të mirë shëndetësore. A keni mundësi për ta përfunduar këtë emision apo duhet të ndahemi bashkë këtu? Je në gjendje? Do me thonë, ke mundësi t'i bësh disa pyetje avokatit, në qoftë se keni pyetje, t'ju përgjigjemi në kohë rekord? Po. Çfarë pyetje kërkon t'i bësh avokatit? Apo nuk jeni në gjendje? Mirë, e largojmë pak regjia, ju lutem. Me sa duket nuk është gjendja e mirë e zonjës Raimonda në këto momente, edhe pse do dëshironim që në fund të këtij emisioni dëgjonim edhe apelin e një nëne për sa i përket këtij GoFundMe dhe mbledhjen e të ardhurave nga të gjithë shqiptarët, me pak mundësi gjithë secili prej nesh mund të kontribuohet dhe shuma që kërkohet në fakt nga familja, po e lexoj unë në këto momente, nuk e di nëse do të mundet edhe regjia të na shfaqi nga një 150.000 euro që kërkohet,
janë mbledhur deri në këto momente 17.547 euro. Diferenca në fakt prej 2 ditësh, 2 ditë ka që unë shpresoj të kemi lajme të mira, të grumbullohen edhe më shumë të ardhura, jemi shumë larg në fakt edhe shumës së kërkuar, madje unë kam edhe një donator që nuk e dia duhet ja përmend emrin apo jo, që ka kontribuar vetëm njëri, 615, por po e mbaj pak anonim që mos ta shfaqim sepse ndoshta zotria nuk do 615 euro vetëm një person dhe deri në këto momente janë grumbulluar 17.547 euro nga shuma që kërkohet 150.000 euro. Avokat, jemi shumë largë shifrës, unë nuk e di domethënë se si mund të kontribojë gjithë secili prej nesh shqiptar kudo që ndodhe, ndoshta dhe organizata, shoqata të cilët mund të marrin përsipër edhe kurimin e areolës në Sydney të Australisë. Në shtetin australian, në Sydney, ku ndodhet edhe areola, ka shoqata të cilat merren me suportimin e personave të cilët janë të smur me kancer, edhe në qoftë se areola nuk ka rezidencën e plot, ata e asistojnë në aktivitetin e saj edhe në nevojat që ka. Por ajo që është e rëndësishme në këtë moment, përveç se shumës e cila du të sigurohet, sepse do t'i jap një garanci të jashtëzakonshme familjes për të gjendur pranë vajzës tyre, do t'ishte edhe fakti që du të bëhet një aplikim i sakt në ambasadë për sa i takon si prioritetit për marrjen e vizës edhe për sa i takon provimit të lidhjes familjare mes nënës edhe vajzës, duke dërguar patjetër nuk duhet të harrohet certifikata familjare apo certifikata trungut familjar nëse areola është e shkputur. Normalisht sot ato merren kollaj nëpërmjet e Albanias, por gjithsesi në disa raste për shkaqe të gabimeve procedurale duhet verifikohet saktësia e dokumentacionit përpara se të niset në ambasadë, sepse gabimet e vogla mund sjellin vonesa shumë të mëdha dhe pasoja shumë të rënda për sa i takon vizës edhe gjendjes emocionale, si të personit që aplikon edhe të personit që pret, sepse të dy palët kanë ngarkesat jashtëzakonshme emocionale, si në aplikimin e vizës, ashtu edhe gjatë udhëtimit, ashtu edhe gjatë takimit, ashtu edhe gjatë përpjekjeve për të gjendur afër edhe për të shëruar njëri tjetrin. Normalisht mund të ofrojmë verifikimin e këtij dokumentacioni i cili do dorëzohet, jo ku një konsulencë të mirëfillt për sa i takon marrjes vizës, pasi ai i takon zyrave të specializuara, por verifikimi i dokumentacionit nga një sy i cili është i stërvitur me gabimet juridike, duhet jetë i domosdoshëm në këtë moment. Pasi mund t'i bësh gjitha gjërat mira dhe të ngelesh dhe disa gjërat vogla të cilat kalojnë. Gjithashtu duhet kemi parasysh që nuk po flasim për bamirësi, sepse njerëzit cilët aplikojnë apo dhurojnë nuk duhet ta kenë parasysh që nuk po bëjnë një bamirësi, por është gjithmonë e domosdoshme që të gjitha punët edhe të gjitha veprimet të bëhen të sakta derisa të arrihet qëllimi përfundimtar. Ju është shpjeguar shumë qartë që fakti që një afërt i familjes ka hapur një donacion në GoFundMe tregon një bashkim të familjes. Nipi Raimondës ndodhet në Austri, ka aplikuar edhe ai për vizë që të shoqërojë pikërisht hallën, e cila nuk mund të udhtoj dot e vetme edhe për shkak të gjendjes shëndetësore që ka aplikuar vizë vetë, ai e ka të sigurt marrjen e një vize, solidariteti, dhe këtu përcjellim mesazhe shumë të mira. Besoj që në këtë rast duhet të plotësojë njëri tjetrin. Edhe vetë Ariola, mënyra se si ja ka shpjeguar fillimisht nuk ka dashur t'ia shpjegonte asnjë antarit familjes, nënës Mur, një vlla i cili ka përjetimet e veta, motra Shtazan derisa lindi, ka gjetur derën e Dajës në Greqi për të folur dhe për të thënë se si është situata. Ariola është tregu profesioniste e vërtet, pasi diplomen besoj në bachelor du ta ketë për sa i takon anës psikologjisë, por gjithsesi edhe marrëdhënia e saj me familjen kërkon një mbështetje me zemër të hapur në çdo rast edhe në të gjitha aspektet, dhe në këtë rast
besoj që Ariola ka kryer detyrën Po e saj me edhe guximin që i jep nënës, po ta dëgjoj zonja Raimonda tha, tek ne hiqet sikur nuk ka asgjë dhe thjesht po kalon një grip. Çështi zonja Raimonda është nën, ndjen më shumë se sa situata është, kjo vetë kuptohet, edhe ne këtu për ta mbështetur atë jemi me gjithë forcën tonë, edhe me gjithë diturinë tonë, edhe me gjithë aftësinë tonë, edhe me gjithë mbështetjen që na jep publiku, padyshim domethënë në këtë momente. Gjithsesi, ironi shumë e madhe i fatit vetë Ariola Habilajt, e cila shkon për të shkolluar në Australi, ka aplikuar në shumë vende, por ishte universiteti në Sydney ai që i tha pse jo një studenteje të tillë, aplikon për vizë, merr, shkon dhe tarifat nuk arrin të përballohen nga ana e Ariolës, çfarë i jep një tjetër mundësi dhe shumë të mirë të bësh një kurs parukerie dhe më pas të gjesh një vend pune. Po jeta është kaq shumë dinamike, kaq shumë e kushtueshme në Australi sa ajo duhet të shkonte disa nga feedbacku që më japin klientët e mi, dallohet domethënë që Australia është një ndër vendet më të shtrejta domethënë të globit dhe ndofta edhe humanizmi është një shkallë shumë të lartë, por fillimisht ka marrë një leje qëndrimi. Janë të jashtëzakonshme, shumë të larta. Po. Dhe nuk bëhet fjalë për të jetuar, por bëhet fjalë për të integruar dhe për të përparuar. A do ketë mundësi Ariola që përpara një jave, pas marrjes së vendimit që gjykata e ka dhënë të drejtë, për të pajisur me dokumenta duke qenë se ka pasur një leje qëndrimi dhe gjithë ecuria që ka Ariola deri në këto momente, jeta e saj prej 8 vitesh në Australi është bërë publike tashmë fal edhe kësaj fatkeqësie dhe këtij momentit vështirë që ajo vetë po kalon. Atëherë, lloji i smundjes që ka Ariola është bardhëzi, do të themi, pra ato që shpresa shumë e madhe sipas mjekëve, rrezet po bëjnë tashmë kanë filluar të kenë histori familjare dhe histori shoqërore me persona shumë të afërt, të cilët preken domethënë nga kjo smundje, e cila është smundja më e rrezikshme e shekullit. Por në çdo rast dallohen domethënë dy raste domethënë të kësaj smundje dhe ne urojmë domethënë që le të jetë një smundje e cila ka kurën e saj, kërkon kohën e saj për të shëruar, po njëkohësisht edhe kërkon edhe mbështetje të jashtëzakonshme si nga shoqëria, si nga familja, ashtu edhe nga personat e afërt. Urojmë domethënë që Ariola të ketë fuqinë e saj psikologjike edhe shpirtërore edhe financiare që të integrohet domethënë në shoqërinë australiane pas smundjes, duke u bërë edhe një shembull domethënë ndofta edhe për shqiptarët e tjerë të cilët ndodhen atje dhe për shqiptarët e tjerë të cilët aspirojnë që të ecin me progres edhe të integrohen domethënë diku tjetër. Pra shanset për të pajisur me dokumenta të rregullta? Po, shanset për të pajisur me dokumente pas një rasti të tillë janë të mëdha, sidomos vendimi i gjykatës edhe dokumentacioni mjekësor duhet të shërbejë domethënë patjetër për të përfituar si nga ana sociale ashtu edhe nga ana nëpërmjet punëdhënësve të saj për të siguruar dokumentacionin, rezidencën e ligjshme edhe më pas për të integruar domethënë. Fakti që ka qenë pa siguracione dhe pa dokumenta e kanë bërë atë që mos të përballoj dot edhe kostot e këtij spitali dhe këtij momenti të vështirë, apo jo? Se duhet ta theksojmë për gjithë ata që na ndjekin. Ka një veçori domethënë për sa i takon shteteve të zhvilluara, pasi ndihma mjekësore jepet normalisht borxhet domethënë krijohen. Por uroj domethënë që Ariola me aftësinë e saj, me faktin që është një ndër personat e cila ka një arsim të lartë, ka një zhvillim të jashtëzakonshëm për sa i takon dëshirës së saj për të ecur përpara dhe për të bërë progres. Besoj që do ketë edhe fatin jetë që shumë njerëz t'i gjenden afër edhe ta ndihmojnë që të integrohet pas shërimit të plotë të smundjes. Ne këtu nuk jemi në rolin e mjekut, normalisht, nuk jemi në rolin e shpresdhënësve të kohët, por jemi persona të cilët po i gjendemi afër si familje, si familjarëve, po ashtu edhe Ariolës e cila vërtet ndodhet larg me Shqipërinë, por shembulli i saj mund të jetë frymëzues për shumë persona të cilët aspirojnë domethënë që të ecin para, që të marrin
dijen më të mirë që ekziston sot në botë edhe më pas ta investojnë në Shqipëri. Pavarësisht ndryshimit të orës nga Shqipëria në Sydney të Australisë, ne kërkonim në fakt të lidheshim drejt për së drejti me Ariolën, por mikët kanë rekomanduar në bazë edhe të asaj çfarë na tha çifti Arvanitas, çifti grek që gjenden pranë, miq shumë të mirë të Ariolës dhe që në mënyrë të drejtë për drejtë flasin me nënën dhe me familjarët e saj këtu në Shqipëri, në qytetin e Vlorës, e kanë të pamundur që ajo të ishte të paktën vizualisht dhe të thoshte vetëm një fjalë për gjithë ata që po na ndjekin në transmetimin e sotëm. Unë shpresoj që në ditët në vijim, nëse do ketë një përmirësim të saj, të kem mundësi të zhvilloj një bisedë të shkurtër me vetë Ariolën dhe pse jo mesazhin e Ariolës ta shpërndajmë për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Nuk e di, nëse nëna arrin të jetë në kushte shumë të mira në këto momente, atëre nuk është nëna me sa duket gjendja u rëndua, por u rikuperua prapë. Vajzës saj edhe kjo duhet të jetë mbi çdo lloj burokracie, si nga ana shtetërore, ashtu edhe nga ana private. Besoj që familja po bën punën e saj më të mirë dhe të shpresojmë që të kemi një solidaritet edhe të organizuar për sa i takon si mbledhjes fondeve, ashtu edhe krijimit të një shprehje në të përtardhmen. Jo për të lexuar një deklaratë emociones, por për të krijuar shpresa reale për shërimin e Ariolës. Mirë, unë gjithsesi do doja regjia të lidhesha me nënën e Ariolës, ajo ka një mesazh për gjithë shqiptarët që po na ndjekin drejt për së drejti në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ka përzgjedhur hapësirat e emisionit Me zemër të hapur për të përcjellë një mesazh tek shqiptarët. Ajo ka nevojë ditën e sotme, pse jo, një rikuperim dhe një mbështetje jashtëzakonshme për Ariolën Abilaj, të 37 vjeçare, e cila le të kaloj këtë moment të vështirë shëndetësor, sepse një psikologe e tillë, një studente e tillë, nesër pas nesër do t'jemi ne që do kemi nevojën e saj. Do presim derisa regjia edhe të më rivendos përsëri lidhjen e drejtë për drejtë me Ariolën në këto momente, po më thonë që në fakt po dëgjoj që shumë qartë regjia që nuk mund të lidhemi dot, por na duhet në fakt zëri saj apo edhe i kunatës që t'i drejtohen gjithë shqiptarëve, të paktën zëri, nëse e ka të pamundur. Ose në të kundërt, më dërgoni numrin se mund të lidhem unë drejt për së drejti. Atëherë, nëse nuk e bëjmë vetë familjarë, që shpresoj ta kem deri në momentet e fundit, avokat. Pse shqiptarët duhet bëjnë një kontribut të tillë, duke ditur se këto GoFundMe kanë filluar së fundmit mos jenë shumë besues tek shqiptarët? Atëherë, të keq përdorur edhe nga rrjetet sociale në fakt. Atëherë, duhet kemi diçka parasysh, se që çdo gjë e mirë normalisht ka edhe një gjë të keqe, pra çdo produkt pozitiv mund të ketë, domethënë, edhe aftësinë që të manipulohet apo të sjellet, domethënë, në jetë si një produkt mashtrues nga personat cilët duhet të përfitojnë për momentin edhe të organizojnë jetën e tyre në korrist të tjerëve, gjë domethënë e cila është njerëzore dhe pikërisht për këtë janë ligjet edhe rregullat. Hapja GoFundMe-ve shpesh herë ka qenë domethënë katastrofike për disa persona, sepse mund të përdoren për të marrë dhënat, për të marrë llogaritë bankare, për të marrë domethënë informacion për sa i takon shumë personave, të cilët mund të ndodhen në gjendje vulnerabiliteti apo pa aftësie për të mbrojtur vetveten apo për të kujdes me vetveten, dhe normalisht në këtë rast gjenden apo hetohen edhe personat të cilët janë të lidhur me të. Prandaj është shumë e rëndësishme hapja një llogarie transparente, e cila duhet të jetë me dy firma, si nga ana personit i cili jep ndihmën, ashtu edhe nga ana personit i cili e përfiton ndihmën. Pra, duke mos qenë një shumë e garantuar, pothuajse 100% për sa i takon përdorimit saj, mund të jetë domethënë një shumë e cila mund të kontrollohet nga persona të tretë ose nga organet publike. Mirë, ne kemi bërë transparente se kush është personi që e ka hapur, çfarë lidhje familjare ka, se si do shkojnë të gjitha të ardhurat në fakt tek Ariola. Dihet që televizioni News 24 është televizioni më i madh informativ në vend dhe këtë lloj sigurie e japim për gjithë shqiptarët, për kontributet e tyre, do shkojnë 100% në fakt. Ja, avokat, kjo është ajo që unë kërkova. Shuma e mbledhur deri në këto momente është 17.547 euro, ndërkohë që kërkohet, kuptohet 150.000
euro. Dhe personi poshtë që ka kontribuar bashkë me 442 persona, vetëm 12% në fakt janë grumbulluar nga shuma. Megjithatë jemi ende herët sepse është ende fillimi. Këto 2 ditë e fundit të paktën është bërë publik dhe unë i falenderoj të gjitha portalet dhe të gjitha mediat që e kanë pasqyruar. Gjithsesi, shuma e mbledhur është një ndihmë e jashtëzakonshme qoftë edhe për familjarët e Ariolës, të cilët me ziqpresin, domethënë që të sigurojnë qoftë edhe një shumë minimale për sa i takon si garancive për ta mbështetur vajzën e tyre, ashtu edhe garancive për shërimin e saj. Por do të ishte e nevojshme gjithsesi që të kontaktohet edhe ambasada shqiptare në Kanaberët e Australisë, e cila edhe konsulli apo ambasadori i saj përgjithshëm edhe t'i kërkohet ndihmë për gjetjen e 1 apo 2 fondacioneve të cilët merren me trajtimin e kancerit në Australi. Kjo do të ishte një ndër rrugët më ligjore dhe më të arsyeshme, pasi Ministria e Jashtme shqiptare nëpërmjet organeve të saj, shteti shqiptar, mund të gjendet afër shtetasve të tij, të cilët janë larguar nga Shqipëria pikërisht me mendimin për të qëndruar mbrapa, për të shërbyer familjeve të tyre, për të shërbyer të ardhmes tyre, duke pas gjithmonë flamurin shqiptar mbi gjithçka. Pra, thua që ambasada mundet të ndërhyjë deri në Ambasada mund të japë informacionet të vogla dhe të nevojshme, mund të jenë shumë të rëndësishme për sa i takon orientimit dhe njëkohësisht edhe mbështetja apo konfirmimi i analizave apo rezultateve mjekësore nga një organ shtetëror, besoj do të ishte një garanci shtesë për të rritë donacionet edhe për sigurinë e donacioneve që të shkojnë domethënë në drejtimin e duhur për të shërbyer një personi i cili ka nevojë në këtë moment të jetës për qoftë për çdo garanci shtesë për të rritë domethënë fondet. Vetë sjellja e ambasadës apo e konsullit shqiptar duke konfirmuar sjelljen, besoj që do të ishte ndihmë e madhe edhe për familjen por edhe për donatorët, të cilët mund të jenë jashtëzakonisht qetë gjatë fazës së dhurimit të fondeve, pasi dihet që shumë donatorë edhe mund të tërhiqen për shkak të mungesës së garancive dhe një sjellje pozitive apo qoftë edhe një lëvizje zyrtare e ambasadës shqiptare apo konsullit saj në Australi mund të shërbej për të rritë besueshmërinë tek të menjëhershme, jo vetëm besueshmërinë, por edhe masën e donacioneve për që i nevojitet familjes, që i nevojitet Ariolës, që i nevojitet një personi i cili ka nevojë, domethënë që të mos e çojë dëm gjithë eksperiencën e krijuar në jetë, si nga shkolla, si nga imigracioni, si nga përballja me vështirësitë, si nga përballja me braktisjen apo me pamundësinë për të integruar domethënë në mënyrë të ligjshme në jetën e Australisë, edhe për të na treguar që asnjë person nuk duhet të jetë vetëm në raste të tilla, në raste të një fatkeqësie të jashtëzakonshme që mund të gjenden domethënë. Zonja Raimonda, jam me Visameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, për të marrë nga ky numër, sepse të gjithë shqiptarët besoj duhet të japësh thirrjen e fundit për të kontribuar në GoFundMe në lidhje me smundjen dhe përballimin e gjitha shpenzimeve që Ariola i duhet në fakt në spitalin në Sydney të Australisë. Kush është thirrja jote e fundit e dashur? Në radhë të parë, falenderoj ju si emision Me Zemër të Hapur. Jam shumë mirënjohëse që më mundësuat këtë intervistën. Dhe falenderit shumë, ju uroj nga zemra gjithë të mirat. Dhe në radhë të dytë, kam nevojë shumë për gjithë qytetarët në përbot të më ndihmojnë dhe sa do pak. Për mua do të thotë shumë. Unë të falenderoj zonja Raimonda që të kisha ditën e sotme, më vjen keq që bëm këtë lidhje të fundit dhe këtë apel të fundit, shpresoj të jesh mirë me shëndet dhe ta kesh përballuar këtë emision të sotëm. Ne kemi bërë thjesht detyrën dhe nuk kemi nevojë për falenderimet edhe pse i pranojmë këto të fundit, ndërkohë të gjithë shqiptarëve i bashkohem edhe unë apelit tuaj si nën, të kontribojnë sa do pak për të përballuar shpenzimet, vajza juaj në atë spital dhe të ndali mban dhe të vinë rezultatet e para të smundjes së rëndë që ajo po kalon. Unë të falenderoj shumë e dashur, do mbetemi në kontakt, shpresoj të japim edhe lajmin e mirë që ti e bashkuar me Ariolën tënde dhe të vizë sa më shpejt ajo vizë që jeni duke pritur nga momenti në moment. Faleminderit zonja Raimonda, faleminderit, ju përshëndes nga Tirana, faleminderit.
Faleminderit avokat që të kisha ditën e sotme prezent në këtë studio, do të thuash edhe ti diçka të fundit? Po, urojmë shërim të shpejt për Ariolen edhe urojmë që përqafimi i Arioles me nënën e saj le të jetë motiv për gjithë personat cilët kalojnë vështirësi në jetë edhe që kanë nevojë që të ndihen të vlerësuar nga shoqëria. Faleminderit avokat që të kisha dhe ndam këtë temë sa delikate, të fortë, por si gjithmonë një mbështetje kryesore, jeni bërë shumë vite në fakt pjesë e familjes tonë të madhe të emisionit Me Zemër të Hapur, një shërim sa më të shpejt për 37 vjeçarin dhe një përqafim sa më të ngrohtë dhe sa më parë me nënën e saj. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq, mund të kontriboni sado pak në të përditshmën tuaj, ndoshta një kafe e hequr nga e përditshmja juaj, ndoshta një akullore apo një çokoladë, një ujë apo diçka që ju e kishit programuar, mund ta hidhni dhe të kontriboni te GoFundMe që regjia ka shfaqur vazhdimisht ditën e sotme dhe të kontribojmë të gjithë së bashku për rikuperimin sa më të shpejt të kësaj vajze, sepse Shqipëria ka nevojë për figura të tilla. Bashkëndajemi këtu për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.